pasha Allahun për një javë. Çdo njeri mund futet në lexim Kur'ani, pasha Allahun. Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër vështi. Për një javë besimtari mund futet në lexim Kur'ani. Wallahi, billahi, tallahi. Një njeri I cili dëshiron mund të futet në leximin e Kuranit për një javë. Kush det e sfidoj. Ta provoj. Kur të doj të rri me mu një javë, po nuk u fut në Kur'an për një javë, unë jap dorëheqjen si imam I Xhamizdin Hoxha. Është pa mundur o vllai. Shkronjat I merr për I dite, zanoret për I dite, mbaroi historia, kaq. Forma në fillim, mes në fund, selam aleikum, aleikum selam. Nuk ka gjë më të thjeshtë, vallahi bilaj, për Zotin. Pra ai është mrekulli, ai është fjalë e Zotit, ai është I lehtë, ai është I kollajshëm, ai është I aksesueshëm, ai është ka të gjitha brenda. Për këtë arsye është fjalë e Zotit. Nuk mund të ndodhë kjo mas I qut tjetër të botës. Nuk mund të ndodhë kjo që unë po them mas një libër tjetër në botë. Kurani është veçantë.